Portugalia, Serbia, Danimarka, Armenia janë kundërshtarët e Shqipërisë, që shorti i hedhur në nisë të Francës e ka pozicionuar në grupin I me 5 skuadra. Grup shumë i vështirë dhe sigurisht që në qendër të vëmendjes do të jetë sfida me Serbinë, çka do të jetë më shumë se një ndeshje futbolli, një derbi ballkanik ku nuk do të ketë shumë rëndësi kualitetet e skuadrave. Na bashkohet një Danimarkë në formë jo shumë të mirë. Armenia është një nga skuadrat më të fortë të vazës së 4, një surprizë e eliminatorëve të botrorit 2014, kur mposhti 4-0 Danimarkën, e cila udhëhiqet nga lojtari i Dortmundit, Mkhitaryan. Por pika e dobët e Armenisë ishin ndeshjet në shtëpi, ku fitoi vetëm një takim dhe humbi plot 4 të tilla për kualifikueset e Brazil 2014, madje edhe me Maltën, çka i kushtoi kualifikimin për në botror. Kujtojmë që për Euro 2016 do të shtohen skuadrat pjesëmarrëse, nga 16 që merrnin pjesë dikur në 24, ndërsa vendet e treta do të luajnë mes njëri tjetrit për të nxjerrë ekipet e tjera. Edhe pse jemi një grup me 5 ekipe, kualifikimi duket i vështirë për ne, sepse të gjitha skuadrat në grupin ton janë shumë të forta. Franca, e cila do të presë këtë Europian, nuk mori pjesë në short, pasi është vendi organizator, por do t'i bashkohet grupit të fundit me 5 skuadra, ku bën pjesë edhe Shqipëria, dhe do të zhvillojë normalisht ndeshje me këto skuadra, sikur të luante kualifikimet normale, edhe pse ato takime do të konsiderohen si miqësore. Kjo bëhet me qëllim që edhe Franca të luajë gjatë kësaj kohe, pa u munduar të gjejë miqësore me skuadra jashtë kontinentit. Pra, Shqipëria do të luajë 2 ndeshje miqësore të sigurta me Francën.